Mirëmbrëma Hermanos, Hermanas dhe të gjithë ju që jeni duke na ndjekur drejt për së drejti në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital Buklera, po bën video apo jo? Jo. Po, kthej kokën Juli se jemi për Instagramin. Mora kitarën shokë. Po, thuja kamerës. Ta nisun këtë emision. Po. Ta gjoj i madh dhe i vogël në këtë qytet që quhet Tiranë. Bravo. Gjak nga veshët të gjithë muzikdashës. Rëzika që del diçka. Bravo! Angelo Shkreli, Julian Hurda dhe DJ Kedos. Këtu kemi dorë torkitje. Bravo! Bravo. Do të jemi deri në orën 20:00 ose 8 për t'ju mbajtur me shoqëri të mirë, me argëtim dhe me shumë informacione të bukura, të fryqme dhe të volitshme. O Juli. O Angelo. Sot s'kishte shumë trafik. S'kishte shumë trafik sot? A ishte bllokuar sheshi? Jo, rastisht. Oh. Ku dëgjon? Ka forca polica aty me thonë të drejtën. Mbasi ju bën refleks. Refleksi më duket mua si. Ne ke parasysh, djela është pushime, hëna është dita e protestës, nuk e marrin vesh se çfarë duke bër. 3 ishin ndodhit, Po, më të rëndësishme, po. të javës që lam pas. Çfarë thua ore? A je gati apo si je gati? Gati, ne kemi lindur gati, të Edhe lutem. kur flasim për dodhi ua përsërisim, nuk futemi te politika. Jo, si kemi qef ata fare. Mashtronin qytetarët me kontrata shit blerje apartamentesh, arrestohet çifti i agjentëve imobiliar në Tiranë. Sa i thon Juli, okazion të burgu. Çuna, përshëndetje. Okazion që lije. Tamam, ashtu. Rezulton se çifti nuk merrej me metra katror, por me fantazi katrore. Kontratat ishin reale, firmat po ashtu vetëm apartamentet mungonin. Ato do vinin, por më vonë se kishte pak trafik. Kur e kupton se ti apartamentin shef në fund, se ti fillim do bësh letrat, jo sa lek është, ai kam as i kam, por shit ç'a thonin ore. Paguaj herë lekët ti, idh firmën dhe flasim, mos e prit mendje se un me shitë du i thonin këta. Unë me shitë du Që e vret mendje, nuk gjezi kjo ofertë, janë dhe 5 veta që po presim, po se mori ti e marrin këta tjerët. Kjo është marketing mashtrimi. Kur thot janë 5 përdoret kjo fjali, kuptohet. Janë 5 veta rreth, po pritet. Ai jo që shko këtu ore. Tamam. Edhe sigurisht edhe ata 5 tjerë do e marrin direkt pas teje, shitje në grup. Tamam. Dgjoj se e kemi nxjerr. Shikoj çfarë shkruani. Super apartament me pamje nga e ardhmja. Orientim nga shpresa. Domethënë aty shkruhet o zot, inshallah sa më shpejt. Dalje direkt në autostradë dhe në zhgënjim. Pagesa bëhet sot, çelsat merren mot. Nëse nuk na kapin, po na kapën kismet e shtym. Për çelë. Domethënë këta ishin KCK. Policia hyri, Po. pasi kuptoi se i vetmi objekt i paluajtshëm në gjithë këtë histori ishte mashtrimi. Dhe ne shqiptarët nxorën një mësim. Në Tiranë mund të blesh gjithçka, edhe apartamentet që nuk janë akoma në PowerPoint. Domethënë që nuk është fare ajo, nuk ekziston. Është thjesht një mendim. On computer. Po, mund t'i blesh mendimin atij tipit. Edhe me këtë ngjarje ju kujtojmë që jemi në Top Fare këtu në Top Albania Radio, qëndroni me ne, premtimet janë falas dhe informacioni është real. Bukur, lajmi i dytë që bëri rrjedhën e të gjithë ngjarjeve përveç Zarfit Zi që u fut sot mbi, sa ai është e lajmi i katërt. Po, rekord historik në Shqipëri. Numri i makinave kalon për herë të parë 1 milion. Edhe themi ne pastaj se ka trafik. Po. Si mos ke trafik? Më shumë makina se njerëz. Po, kur e mendon, një njeri ka 2 makina. Ti për shembull ke 2 makina apo ke 3? Ha pra. 2 kam njat. Gjitha i the burr. Okej. S'kisha thënë ndaj nga këto sa shpejt. Hajt thuj dhe Babim që po dëgjon. Ku i ka këre? Po, i futen shert shtëpis. Dhe e treta, tashmë ju mund të pini kafe me kadaren afër. Po, e dëgjuat mirë. Ka shpejt do me na qua. Po jo, nuk do të shoj unë. Djo tani. Një kafe me kadaren, statuj bronzin në lokalin e preferuar për 90 vjetorin e lindjes. Helena, pra bashkëshortja, deklaroi se do të jetë më afër njerëzve. Ismaili vinte për ditë këtu, vetëm 3 ditë e para sa të largoi nga kjo botë nuk pati më fuqi të vinte, por me vite të tëra ky ishte ritmi i tij përditshëm rrëfet bashkëshortja e Ismail Kadares. Dhe si mund të mungoj një moment artistik tani, me këtë lajm artistik? Kedos, lutem, sa harqe. Na jep po, simfoninë e 17 Shopinit. Po. Okej, e kemi. Është poezi e Kadares, koleg, në parkun që mbuluan fletët, por është versioni Top Fare. Okej, në rregull. Jam gati të dëgjoj me shumë kërshëri. Në parkun që mbuluan fletët, të dy ne ecnim qetësisht.
Pas barit dhe stolave ka shtruar betoni, plot pallate natyrisht. Edhe ndoshta si një ëndër e zbeht u fanit një muzg i vonë. Këtë park e kanë mbuluar hyrjet që kanë filluar të shiten okazion. Nga vagabondët me cigare ti mos u trembe dashur kot. Edhe po të shan, bëj sikur s'dëgjove se për një fjalë ikën për kovë pusi sot. Që ti të vije ka që bukur me këta flok, me këtë hap, mu desh të kuptoja çdo me thënë zihesh me grun kur thotë si jetoj unë me mamin tat. Dhe s'kish si të ndodhte ndryshe, s'kish se si. Si doja bëj me gjithë këto halle, veç i madhi, Zot e di. Bravo. Më vi kitare se s'duar trokitet për vetë. Mos i bjer, të lutem, mos i bjer. Bravo Juli, bravo. Se po na gjende nga koça prandaj. Veti bën këtu apo ke ndaj program anaj gjë? Kam një program, truni. Ke program. Mirë mbrëma Shqipëri, nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top se më mirë do bëhet, më keq nuk ka ku shkoj. Kape Julin tani. Bravo Juli, bravo. Ja bëre me dorë. Ja, se kape akoma. Kapet nesër. Duhet merresh me mirin që të kapësh. KÇG. Po, si thot miri, unë s'flas fare, dy gjëra flasur, hop, ka Prime-in. Ne kapim top fare. Okej, është momenti i muzikës. DJ Kedos, ku do na çosh more DJ Kedos? Okej. Në Itali. Thashë ku do na çosh, po mirë që ke vëzë kush është poza më e bukur do ta çoj në Itali. Ikim në Itali, po. Ikim unë edhe ti. Jemi rikthyer këtu në Top Fare në Top Albania Radio dhe ora shënon 18:17 minuta. Për gjithë ju që mund të jeni duke udhëtuar, rruga më ngarkuar momentalisht në Tiranë që del jo e kuqe, po e zez nga Akademia e Sigurisë pra tek rrethi Sauku, siç quhet, deri te Ekonomiku. Kur vini për në Tiranë, shmangeni nëse mundeni se është flak. Nëse s'mundeni, ç'të bëjmë? Ja, do flasim në telefon. Alo, pa mua më përashtu njën. Ore, nuk për një mua ti, ore, pasha. Një minutë, se nuk të njoh. Kush je? Jo ti, ore, jo nuk e ka me ty, ore, po flash me këta këtu, ore. Në rregull, mirë, ti flit me ta, ne po vazhdojmë emisionin, apo? Prit, ore, pse ti ke bllokuar rrugët, ore, Po jo mos i kemi bllokuar ne, ka protest. E dia që kishin dalë bobat e mi në protestore, pra ndaj ata kanë ardhur para me, qa të bëj vllai. Zotri, nëse ke marrë për të folë për politikë, më mirë pa mbyllim fare. Jo, ore, jo kam ardhur të takoj atë, ore, Ledioni, po që nga bllokuar rrugët, ore, Pse? Që do? Po dua të futem Big Brother atë. Aha, s'keni pun tjetër, gjithë të marrë në telefon, doni me u fuk në Big ju. Po, a ke zje njoftim, pra bëhu pjesë e spektaklit më të dashur. Zotri, pa e kemi nxjerr njoftimin, po njoftimi është për ta parë në sallë. Pra për të qenë aty atë natë, afër Ledionit, opinionistëve, të eliminuarve, jo për të futur Big Brother. Gjithsesi, ore, kjo se ndryshon fakti që do më fushë në Big Brother VIP, ore, si super VIP, ore, Ç'ke bërë ti që të quhesh VIP ose super VIP, ha njerë? Kam bërë aty që se ka bërë si shqiptar deri më sote, më kupton apo jo? Po me mëse s'ka nevoj për gjithë të suspans tani se nuk je fut akoma në Big. Po na thuaj ç'ke bërë? Prit, ore, prit, pam. I kam shërbyer kafe një van nga Trumpit, ore, kur ishte në Vlorë. Madje kam edhe video sekrete që do bëj namin. Po shet në i zavzim, kupton apo jo? Një minut. Pra ti quhesh VIP vetëm se i ke shërbyer kafe një van nga Trumpit. Jo vetëm aq, ore, i thash edhe mirë se vjen në Vlorë, o babut. Po ajo ç'a të tha? Pa jo buskeq, ore, se s'dinte shqip, s'dinte të thoshte. Qengeni marrë vesht. Me fjalë merremi vesh të gjithë ne, ore, diplomatësh është kush merret vesh me si, e kupton apo jo? Shi, po. Sa zgjati ky takim historik, ha? Pa që here para zgjat, ore, 2 minuta e gjithë, por ishte intensive, o vlla. Unë shia, ajo më shikon mua. Ishte momenti i fiksh për Prime, ore. Shi, mirë që e shihje ti, po të shihte edhe ajo, ha? Po, ore, më shikon edhe më thoshte, po këtë qatë dreshi ka që s'pindar shi, ore. Që më thoshte ai tjetri, ai që dinte portugalisht, më kupton apo jo? Më rregull, mirë ka menduar ajo, po tani, kjo video sekrete ç'a ishte që na the? Ja, se unë po ngiret me shnesh, vetëm ti po më dëgjon mua aty, je i sigurt. Unë edhe DJ, vetëm 2 veta, askush tjetër. Respekte për DJ-n që a muzike vajore, i matë pare, gjokë. I jashtëzakonshëm, ha?
Kam një video ku Ivanka shen nga Sazani dhe thot hapu Sazan, që më vonë e morën ata dhe e bën hapu Sesam. Ka materiale sa të lasht jemi dhe shina kopjojnë të huaj, në kupton, e pash me 200 mijore. Kam bërë një video 4K, mos i iki kualiteti. O, zotri, leri këto tani teori konspirative alla Sazan Guri. Ore, e ti lavet, ore, po thuaj kush e ka në dorë aty për fushin Big Brother, ere, nuk kam përgjetur njeri me atë, me ata që Donald Trump se sa unë, ore. Ju mbaj 3 prajme vetëm me këto, më fushni, ore, më fushni, qa po bëni, ore. Ore, mirë ta, 1 minutë t'i sqarojmë ca gjëra. Po lidhja jote me Donald Trumpin ku qëndron këtu? Linja e jetës, ore, kur të shkrua ju në aty, ajo është goca. Unë kam lokalin, kafenja qova, unë ajo e piu, shkoj në Amerikë sa babajt, baba, e di qa kafeje, mjalt, ore, mjalt. Do thot ai kush e shërbeu kafen. Unë, trak, Donald Trumpit martën televizion e Top Channel, kush që nga kush e shërbe nga kafen më të mirë, se në Amerikë e bëjnë lëngërsteja shkafen, ore, më gjona bojo. O, zot sa thellje fut. Po na gjë tjetër do na thuash? Ore, unë jam i vetmi që kam parë Amerikën, ore, nga sytë e Ivankës. Përveç saj kam bërë like të sa foto edhe brikenësh, ore. Më duke që kam folë janë 2 herë, po se mbaj mëndë. Po le më këto, man tani se ju që keni folë me brikenën, po shtojni si kërpudha pas shiu, dilni jo 1, jo 2, jo 3 kam folur. Le tani mësësh etike të merrmi me tjerët. Po na thuaj. E mbas më ata rushin e madh, ore. Unë e çovare, po është mesazh sekret ai që vetëm unë e di, e kuptoj. Prandaj ishte ashtu ajo se dinte kush e kishte çu. Po, ore, do bëj alians me këdo që pi kafe, ore. Kush pi është nominim direkt, e kupton di apo jo? Shi, po debatet? Jam i përgatitur, ka menaxhuar 4 tavolina me vlonjator edhe 2 fjera kjerë. Po ti qa bët? Po për një minutë tani, nga gjithë sa e ke parë di Big Brotherin dhe krejt ata konkurrentët aty, për placin më të fortë, me kë mendon se do e kesh? Me atë që më prek filxhanin, ore, shqiptari dhe vret për një kavlë, valla. Tani se mendoj me atë Rogerti njerë vo qa i ka bërë ajo, ore. Po nëse të zjerë i shpejt? Shka problem, mjafton që artikujt më shkruaj pjesë e bikut, gushua që i ka shërbyer Ivankës, ka i doan, ore, reklam falas, o vlla. Po mirë, supozojmë se nuk të futën këtë vit, që do bësh? Po s'ka gjore, pres vitin tjetër, vipi nuk s'ka dono, vlla, kam flet për 10 vite unë. E mirë, prit, pra ndoshta të vjen ftesa, ndoshta, gjithmonë. Po ma s'til pra ftesën, ore, për qatë mora telefon, a gjoj lek me ty. Po se ka mu në ndorë të sil ftesën, ma sil ftesën, thot, që a mu? Po si se s'ke ti ndorë, këtë fola njën me ty unë, dash gjithë të material, ore. Po hajtë se mirë ka për dalë, po se do të atë gjojnë. E mirë, iga tani se do i kthej prap gjitha për vloshe. Pas ka nërë protest për mua, vlla, kam gatruar Andres. Po çdoni në Vlorë, more. Tëmën. Po të atit kërkoni në Vlorë. Hajt, me të mira. E çuditshme gjithë shka mund të ndodhi, tha jetojmë në Tiranë dhe këta veshët tanë do vazhdojnë të dëgjojnë çuditëra. Po deri atëherë, ju mos dëgjoni çuditë. Pip, akoma se kishte mbyll kë. Jemi rikthyer. Top fare jemi rikthyer dhe tani ku je aktor? Ku je Julo? Julo regjizori. Tani do bëjmë pak filma. Ç'do do bëjmë? Filma. Po, ky është edhe emision, po është edhe film, po ne kemi përshtatur. Okej, patjetër. Është Slam Dog Millionaire dhe Who Wants to be a Millionaire. Le të themi emision. Jemes me art. Po ne bëjmë teatri. Kush do të bëhet milioner, po ne kemi shndruar e kemi bër kush do të bëhet shqiptar. Fix, kapëxhik. Regjia. Teatri. Po, fillu. Okej, po futem. Jam në rol. Ka mësosh kjo sigla? Okej. Tani. Gati je? Pak i emocionuar, por gati. Kush na deles apo s'është kjo? Më fal. Je në makinë. Pyetja numër 1. Po. Je në makinë. Në autostradë. Do marrësh daljen. Je në rresht, por ata që nuk presin dot, futen para teje. Po. Dhe nuk të lënë që të kalosh. Ke ngel aty. Po. Ti, ç'a bëjon? Çfarë bën? Po. 1. A, më saktë, bën foto dhe ja shpërndan portaleve. B.
i bie Boris dhe sha me libër shtëpie deri në brezin e 7. C, ja bën me dorë, kalo vlla. Apo D thua, s'bëhet shqiptar jo. C, profesor, kalo vlla, se është në rreth. Gabim. Gabime? Jo. E keni skeq. Po më fal. Do e kesh mendjen këtu apo? Se nëse vazhdon kështu nuk bëhesh shqiptar, maksimumi që mund bësh është ndaj danez. Jo, dua të bëj shqiptar, prandaj erdha në emision. Dua vetëm do bëj edhe shqiponjën. Stop. Mos këtë se na ndjekin nga Beogradi dhe e quajnë provokacia. Okej, më fal. Ne japim not protestën. Rregull? Po. Dyshi. Je në kafe. Po. Edhe dikush bëhet gati të paguaj edhe për ty. Si reagon? Po. A, herën tjetër i kam unë, okay? B, qohesh dhe ikën banjë sikur nuk pegjë. Po. C, s'ka shans i kam unë këto me rob shpije. D, kërcënon kamarierin, po ja more, ke punë me mua pastaj. A, herën tjetër unë ok. Jo. Loja në lojët. Po si jo, po ç'të bëj unë tani? Ore, e paguaj unë, do ta paguash ti unë t'le. Tani herës tjetër do ta paguaj unë. Ç'është ky emision? Ç'a më fton kot? Do të më denigrosh? Përveç kësaj që theti, gjithë tjerët janë sakta, edhe C-ja edhe D-ja. Por C dhe D të bëjnë shqiptar, ndërsa B-ja të bëjnë shqiptar skuth pro max. Okej, mirë, ama jep edhe një shans, të lutem. Vazhdojmë. Hajde. Treshi, kur dëgjon lajmin çmimet u rritën, çfarë thua? Mirë na bëhet se mba ky popull? Po. Mallkon qeverin? Po. Krizë e madhe vallaj apo D, këtu s'rrihet do iki. Krizë e madhe vallaj. Vallaj, a? Ti do të bëj turka shqiptar, si s'po bën. Po krizë në të gjithë botën e burr, prandaj edhe shqiptarët nuk i shpëton dot. Pastaj këtë vallaj e përdorin ju, vallaj e bilaj i përdorim ne këto. Ha të lutem, të bëhem. Do ta kesh menin këtu se je vetëm duke gabuar. Më fal. Ha. Je shumë europian për këtë emision. E fundit. 4. Dikush kthehet nga emigrimi. Po. Ka arritur suksese, është bërë i pasur. Po. Ti je shef dhe thua, gëzohesh e frymzohesh? Po. Po leje se lek droge i ka. Aha. C, kur u bo dhe ky e majmen dikush zditë me fshi hundët e veta. Po. Apo D, ziesh me t'spis se të thonë ja, shife filonin. D, zje me t'shpis e thonë shiko ja filonin. Tu do të qohem t'jap dorë. Ose jo, jemi shumë larg. Na bëm bak. Bravo. E sakt, ka bestilin, jemi në rrugë të drejtë. Okej. Në rregull? Vazhdojmë. 5. Ke një problem? Po. Çfarë kërkon më parë? Zgjidhjen, avokatin, bën gati zarfin me lek apo D, telefonon mikun? Telefonoj mikun. E sakt. Respekte. Qa po fitojnë deri tani apo? Jo, ti do telefonoj mikun, por nuk ka nevojë se miku jam unë këtu. Kështu që ecim. Okej, në rregull. 6. Ke shkuar për vizitë diku. Ngrihesh, del deri te porta, jep dorën, puthesh dhe Po. A, ikën. B, fillon edhe i herë muhabetin nga fillimi. C, kujtohesh që dikush nga fisi ka qenë sëmur dhe e pyet, po si u bëj shkreti? I ri më sa gjunaf, apo do i futi 5000 lekë në dorë kalamonit. Shiko, nëse unë do isha siç jam unë, po nuk është kjo përgjigje, nëse do isha unë siç jam unë, do zgjidhja D, i futi 5000 lekë në dorë kalamonit, por unë për të bërë shqiptar zgjedh an, iki. Si ikën? Iki. E po ikë dhe nga emisioni, dil, për jashtë. Iki. Jo, si më qenë nga Groenlanda që s'do me bo muhabet me njeri. Më fal, po të riqem. Përgjigja ime përfundimtare është filloj edhe herë muhabetin nga fillimi fiks te dera shtëpis. Shumë bukur, kjo është saktë. Ti fillo muhabetin, ne fillojmë lojën. Faleminderit. 7. Po. Sheh që komshiu është duke rregulluar shtëpinë. Po. E shikon edhe merr policin dhe informon. Po. Ku i gjeti legët këtyre? C, shkon e ndihmon apo D, e mallkon se ke natë që ti s'pa e rregullon dot. Shkoj edhe e ndihmoj. O, ti shtetasi i Vatikanit. M'fal. Mos u bë më katolik se papa dhe shkoj e ndihmoje ti. Përgjigjja e saktë është A, B dhe D. Pranohet çdo e keqe për vetë asaj që thetit mirës. Edhe kisha lexuar që shqiptari për një plesh të djeg gjithë organin, po thash shpreh libra shëbur, s'është ishte kështu, po ti që ke po. Na marrë pleshtat neve ti. Na fal. Vazhdojmë. Je i shkathët nëse A, ja fut tjetrit, B, vjedh, C, ke mësuar çfarë që ku ishe 5 vjeç, apo D, kërkoj ndihmën e publikut. Kërkoj ndihmën e publikut, pik. Atëherë publiku këto jam unë. Okej, mirë. Po. Se si thot shqiptari, po. Qa thot? Se di, a? Nuk e di. Vet Ali vet ka dit. Tani, me që unë jam publiku, unë zgjedh an. Pse? Se shumë thoshe babi mua dikur. Shkoja unë duke qarë, o ba, filani ma bëri me hile. Bravo i qof, thoshe, është më i shkallë se ti ta ka fut. Më duke se ti tu ma fut mua, o shoku. Vazhdojmë.
Pyetja numër 9. Dëgjon që vllai me vllai nuk flasin. Po. Çfarë thua? Leje se janë zënë për punë tokash, janë zënë në një dasëm për radhë kërcimi, i ka parë gocën rrugë me i çun dhe ka përhap fjalë se ka dalë goca duarsh, apo D, janë zënë gratë me njëri tjetrin si fillim, pastaj janë zënë këta. Nuk e di. Si nuk e di? Po se di kështu Leje, s'vlen më. Skemi më toka, nuk na i merr njëri tokat se na i kanë marrë dhe i kanë bërë në rregull, mirë. Dasm nuk bëjmë se skemi lek. Po. Goca sta del më rrugë del TikTok. Po. Kalem tek pyetja 10. Okej, në rregull. Po të lutem, kjo duhet të jetë pyetja fundit, besoj. Para fundit. Po, më nxive. Dola sikur s'di asgjë. Po stunzi çik faqja si shqiptar. Okej, mirë. Ka ditë që jetë së muret të dhëmb koka. Po. Çfarë bën? Ankoher se na futën ca gjona aty te vaksinat ne dhe që pas virusit nuk e dim ç'a kemi. Po. B i futi paracetamol, C shkon te doktori apo D i futi teke e mbledh veten. D i fusi teke du me mbledh veten. Bravo! A jam shqiptar, më në fund jam shqiptar. Thash se për një moment thash do bëhesh zvicerian, po jo, nuk desha të vija minusi, po jo, ai e plus. Patjetër. Pyetja 11 e fundit. Urdhro. Du vëmendje këtu. Po, jam shumë i vëmendshëm. Jemi dy shok. Po pim kafe. Po. Ti më thua mua, edhe unë them, po, çfarë thua ti? A, ta. Po. B, e përsërit edhe një herë. E përsëris edhe një herë. Ne. Ha? Ta. Opa, edhe një herë, edhe mleta marroj. E kuptove? Okej, kuptova. Mirë, në rregull. Unë s'dola, nuk u bëra, milioner. Jo, maksimum i ke shku deri te Kroacia. Zot. Si bëras milioneras shqiptar. Okej, do s'lutem na rikthe sërish se ma mori shpirtin, na rikthe në realitet, mos më bë filma mua Julo. Nuk bëhesh dot shqiptar. Po s'bëhesh dot shqiptar. Ti më duket dohet të mbëje mua shkozar, jo shqiptar. Se unë shqiptar u bëra, po ti i kishe. Ti s'merr vesh. Po jo më ka shqiptar që merr vesh. Ti bëre ande nga ura mua burç. Kur më? Ç'është ky? Po ura rreth institutit. Ku është bërë rrethi aty, nga aty doje të mbëje. Te ura. Se unë jam shqiptar i kulturuar, o djalë, kemi ndryshuar ne, nuk kemi më jemi ndër. Po shëtet gjithë ata që po na gjojnë nga rruga ura. Patjetër. Edhe kino studio që mos bë filma. Okej, është 18:44 do t'ikim në ato i di këto se patjetër kemi reklamat tona që pa ato ne nuk bëjmë dot fare. Vazhdojmë të rikthehemi sërish vetëm pas pak. Si jemi rikthyer me këtë? As Jay-Z, as Kanye West, po jemi Angelo dhe Juli dhe DJ Kedos. O DJ Kedos, si kalove sot ti? Mirë kalove sot? Ka pyetur njëri për shkakun si ja kaloi DJ-ja? I shkon njeriu mund të ta pyesi DJ-n, si është sot? Po më Kedos përgjigju. Po përgjigjet ai më. Po jepet një pip, një kështu bravo. Është duke munduar. Okej. Ndërkohë kemi ardhur në rubrikën tonë. Para se të vi Ervini për të lajmet, ne kemi lajmet shkurt të fleshin të informativ të sakt. Të saktë 50 i bie sot. Shqip fola. Pas vdekjes së Berlusconit, 20 modele humbasin shtëpi dhe 2500 euro në muaj që ua jepte ai. Nga ky lajm u mundsua kënga Hani Pini e këndoni sa diet Lala Berlusconi. Respekte. A është ari gjerman ende i sigurt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po, në krab jo. E shkreta krab. Ke qenë herë në krab? Kam qenë. Boshësh. Pas arit. Po. Pas arit, po. Si jemi ti beni? Skandali seksual në Malin e Zi, flet zyrtarja e lartë pas postimit të videove me këshilltarin e presidentit. Po. Më tha se s'kisha ku të futesha, thotë ajo. Po. Kështu që ula poshtë tavolinës se të mos fshifnit. Po, normal o burr, normal e mori media tjetër për tjetër o burr. Ylli i Homeland u trondita kur mësova se isha shtatzan në moshën 44 vjeçare. Bujar, të lutem ndaloje bujar. Shumë fort bujar. Bujar. Këta bujarët se e verisë. Zboladurat. NASA ndërpret misionin 4 astronaut kthehen urgjent në tokë. Njëri prej tyre tha mbaje se shkohet banjo plak. I shkreti edhe ai. E ke marrë ndodhet ty ndonjëherë kur je kështu po rrugë harron të shkosh. Zelenski, Putin le të vinë në Kiev, po ja mbajti. Hajde se po ta mbajti thotë ky fiks, çu thonim edhe ne kur ishim të vegjël, po
Ka bojnë me shtete, ne e kishim kështu. Lagje. Këta kanë shtet me shtete, ecë me. Kapen 5 ton marijuanë në Serbi. Reagon Vučić. Shteti nuk ka asnjë lidhje. Janë qytetarët ata që e pinë. Patjetër më burr, patjetër. Çuditëra nga Britania. Shqiptari punonte si oficeri i emigracionit, por ishte vetëm emigrant i palishëm. Bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Shësa ka vajtere, ka shku deri në ekstrem. Tu i thon mend tjerëve ndërkohë ishte palishëm. Sa ty si shkonte mendja njeriu. Po. Rritja e ndjeshme e transportit ajror në Shqipëri në 3 mujorin e fundit të 2025-s. O, ç'na gjeti neve. Ç'të gjeti më? Filloi trafiku edhe në ajër. Po tani ka pas trafiku ajror shumë i rënduar. Nuk e di ti. Si kam thonë erë avionin. Si edhe po jepi erë kot për shef. Skandali në familjen Beckham. Djali i madh akuzon prindrit. Deshën të mëndanin nga gruaja. Këta si me qenë shqiptare jo anglez. Po ma e shqiptarë se kanë shkuar atje, kanë filluar dhe këta të marrin huqet. Shumë kurioze. Ti ndasëm tënde për shembull, do ta lije që të kërcente mami me para nuses. Mami para nuses? Po se kështu ndodhi. Pse prandaj janë zonë këta? Ore kërceu vallën e hidhe të vallja e parë doli Victoria aty. Pa nuse. E kupton ti çfarë bëhet? Po ndoshta nga që ajo ka dha emrin mbretëreshe, prandaj. Po ç'lidhje ka? Ore ti do ta lejoje mamin tënd për shkakun të kërcente para teje me nusën tënde. Po shpjegoj këtë pyetje me siklet tani. Ky është live, do live. Po çfarë? Çfarë do bëj tani? Ti do të bësh live tani? Po pra, çfarë do bëj? Po jo ti po martohesh më para. Po ç'të duhet ty me mua? Unë të pyes ty. Po ç'të duhet me mua? Ç'punë ke ti me mua? Do ti bësh bisht. Po. Si e për skupik vazhdo me lajmet e tjera. Vazhdo me lajmet. Nuk je i mirë, jo. Po unë s'do të bëj lajme mos shkoj në shtëpi. Ecë. Fitonte vazhdimisht në lojrat e fatit, gruaja kapet mat duke mashtruar pasi përdorte lente kontakti të teknologjisë së lartë. Kemi shprehje të bukura të shqiptarët për kështu rastesh. Ashtu me sy. Po, ashtu, po thina e përgjigjen e. Nuk gjeti dot shoqëruese, adoleshenti nga Washingtoni mori macën e tij në mbrëmjen e maturës. Të paktën ajo s'ma ha shpirtin tha, se s'ka ç'i duhet. I ka mjaftuar 7. Sa i. Prandaj nga Washingtoni. Ke qenë në Washington? Jo. S'do të vetë ku me mikë. Krijohen sutjenat që mund të hapen vetëm me gishtin e partnerit. Respekte. O vlla, je xheloz, jo më vlla fare. Po si ka mundsi? Po i ka vënë gishtin vllaja brahat. Bravo. Ku janë këto ma? Ku janë? I duaj një palë ti provoj për veten. Kristian Aslani arrin në Stamboll me sfushori shqiptar i kalon Beşiktaşit. Erë si vin këto kohë dikur vinin ata këtu tani spushojmë ne shkuar atje. Stamboll. Aslani, po ky Aslani. Po. Ëngjëll edhe djallë në debutimin me Beşiktaşin. Njeh asist dhe kartoni kuq brenda pak minutave. Kësaj i thon të skuqet e të zihet faqa brenda 5 minutash. Haram Aslan, herë tjetër luaj tamam tu bofsha kurban. Po, tamam. O Juli është 18:54. 18:54 këto pra isha ato çfarë kishim përcjellur për sa i përket rubrikës e kalendarit. Në rubrikën e kishim vetëm do bëjë skupi thua kishim më shumë po sa doli koha. Ti më përgjigjen mua për atë pyetjen që të bëra. Të dy le dalit kërcen ato do ulja mund të bëjnë shef gratë. Po si gratë burr. Po më gjon edhe mami edhe nusja. Çfarë do të në ditën kohë? Kujt janë drejqesh? Edhe janë tupa njëra tjetër janë bjorë e thon. Pse i ke dyja me një shpiti? Po. Bravo qoftë. Të i shpi kemi në çkaj. Ti çeke burr kanuni, burr zakoni, bravo. Okej, ne do të shkëputemi për këtë pjesë e dytë e dini se çfarë ndodhe. Çfarë do ndodhi? Do kërcasi qoftja. Un provimin e kalova. Po fitova nuk e di. Okej, do të shkëputemi dhe rikthehemi sërish. Ju vazhdoni të qëndroni këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Sërish në këtë pjesë të dytë ku ora shënon 17 po truri qofte 90 minuta. Jemi në këtë pjesë të dytë duke ndjekur emisionin Top Fare. O Julo, o Angelo, kur e kaluar provimin. Shumë e bukur. Kjo është kur të zë qoftja. Juli, shumë e bukur. Ky që po qesh, po të futeni në rrjetet sociale në Top Albania Radio, do të shihni për pak minuta një super reels. Po. Si thonë, like dhe follow. Po. Edhe share. Jepi këto fjalë të bukura thuj. Po çfarë? Lok kush nuk e njeh Klajdi Musabelliu, më gjeti mua një njerëz që nuk e njeh. Mund ta them ndryshe. Kush nuk më njeh, mund të më ftoj për dark.
Të njifemi me Klajtin direkt. Frigoriferin. Kafshim frigoriferin. Sigur është fut Klajti në Big Brother, shpreha KÇK është bërë haçat haç. Direkt pas puthjes parë vjen në top fare për intervistën në Top Albania Radio. Klajt, e para punës falenderojmë që zgjodhe që mbrëmjen tënde ta kalosh këtu me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Si ishte dita jote sot? Top topi apo top fare? Sot jam zgjuar herët, ndryshe nga ditët e tjera. Si pastron dhëm, po të gjoj një. Nga ngel e gjoj. Ajo, ato. Tamam, se nuk e di kush ka ato. Si e pullufit vllai qofte tek të kafshume. Dita jote top topi top fare. Ishte ditë e bukur sot, edhe pse era pak shi, u knaqa, jam zgjuar herët. Kam bërë 17 kafe. Okej. Prandaj ta ora 7:10. Edhe ishte ditë e bukur, e mirë, e këndshme, po vazhdon të jetë e tillë. Jam këtu me ju, më pas do jem diku tjetër. Do ke intervistë tjetër pra? Jo, ka i dark. Jam i snellik. Këndon në personetliqe apo Po në përvdekje, në përvdekje. në përvdekje? Po jo, Ka filluar si rumund, se ata këndojnë në përvarrime. Jo. Jam në një ambient tjetër me ca miq artist. Ceremoni kështu vërtore. Un provimin e kalova, po ti se kalove do të Dhe u qofte ne kafshova. Okej, a ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Jo, Dali nuk kam. borxhi që dali. Nuk kam kështu kompleksesh. S'ke fare. Jemi show çuna. Okej. Lëshoni Tamam. Nga puthja e parë tek puthja e fundit, po. tek ajo. Tek ajo. A është ajo? Ajo e puthjes parë apo dikush tjetër? Sigurisht që është dikush tjetër. Më konkretisht do të pyesim Bernard Hulmen, producentin e këngës, ai ka bërë tekstin dhe muzikën. Me qira fjalë Bernard Hulmja është një ish banor i Big Brother VIP 4-s, ku kam qenë dhe unë. Bernardi. E dini të? Po. Po më burr. Mos thoni po kot. Po jo më Si jo burr, se a theti dinte. Bernardi. Po. Po, ai që Po, i s'kishte Bernard- flok. I Bernard ka pas Big Brother kur ishte tek, kështu që. Okej, përshëndes dhe falenderoj Bernardin, i cili ka realizuar tekstin dhe muzikën. Që ishte DJ. Që është dhe DJ për postë të jashtë, pra producent muzikor dhe DJ. Videoklipi është realizuar nga Drilon Hoxha, një tjetër mik i imi. Mix master e kemi bërë në Tiranë, duke qenë se nuk mund shkoja dot deri në Mbretërinë e Bashkuar, pra në Angli ku jeton Bernardi, te Arbër Krosllari, një tjetër mik i imi, se unë i bëj. Ti punon me miq vetëm. Jo, unë punoj edhe me armiq, po kryesisht për Me miq të bimo shumë qylit. Po miq me miq, domethënë se i jep në lek apo i jep. Apo do të Sigurisht. dali do i japim bashkë gjithëve. unë si ka dalë kjo fjala tani për shumë kohë që përdoret me clearing. Unë punoj me clearing. Ma vëreta bëra, ma dheta dhash. Okej, po ç'klering për shembull do marri Bernardin këmbim, a kupton? Mori Klajtin, mori zërin e Klajtit. Okej, E bukur. lançoi ndryshe këngën, se njësoj nuk e këndon Klajdi, Angelo, Berti, Çimi, e ke parasysh? Okej. Nuk e këndojnë njësoj se thua dhe brenda të njëjtit zini jot ma është një vajzë e një djalë. Sigurisht mund të ketë që e këndojnë më mirë se mua dhe ka. Nuk Po. e kam dyshim, por në rastin konkret besoj që i kam dhënë diçka më shumë asaj kënge. Okej. Përveç se zërit i kam dhënë shpirtin. Të mërkurën doli kënga. Nuk Kënga e e re. Po të mërkurën. Po të më mërkurën, po. parku javës. Po të mërkurën, po të mërkurën. Deri tani Si Champions League e kalon. tamam. Jo, do ta nxjerrat hënën në fakt, po më thanë më mirë të mërkurën. Sa fillim jave se kanë mendjen në. Se përveç se kanë mendjen shohin shumë bigun të martën e të mërkurën, edhe të hënën dhe të martën nxjerrat të mërkurën, po. Fiks. Bukur. Dhe deri tani je duke ja pa frytet. Po mirë, kënga është marrë nga gjitha radio, televizionet. Me klikimet nuk është se jam shumë mirë, po që rëndësika që kënga flet, është Do pëlqyer. t'i blesh? S'kam bler ndonjëherë. Ama burr si gjithmonë thoni ju s'kam Po bler për në një. zotin po hyr në kanalin tim, hyni gjithë në kanalin tim, shikoni Klajdi Musabelliu, këngët që kam në YouTube, në kanalin tim, dhe shikoni që janë këngë pa klikimet blera. Po. E vetmja këngë që kam me 1 milion views është e bukur e Erken Cykës, Po. e cila u publikua me njëherë mbas daljes sime të Big Brother, pra se sot një vit më parë. E duhet thënë që ti sot një vit më Ka për parë vjetorin e daljes ke nga Big bravo, Brother. bravo, e e vdekjes. E përshkatimit. Pra da janë grup qofta e Facebookit. Pa, di. Po shkatoi harbri me net. Se kështu mendon. Kështu ke ishte dalja se mendove se të bënë një puç këta apo? Jo, bëj shaka. Më batut realisht sot ndoli në memory, domethënë që kisha dal nga Bigu. Unë fakt realisht mendoj që nuk kam dal kurrë nga Bigu. Okej. Sepse e shoh pafund, primet po e po. Jam infektuar me këtë Big Luck-un domethënë. Jo, realisht ishte një aventurë shumë e bukur, një eksperiencë shumë e bukur. Pra, më thon njerëzit Klajdi, hanim duke të parë ty, ndërkohë ha unë duke parë këta tani Ishte domethënë. e bukur, ishte e bukur. Shiko, un para se të bënim Reelsin, drejt me thon, o Klajt mendova se do ta merja. Çfarë?
mendova se do ta merre kështu për sfidën. Po kur flet me ushqimologun më të madh, pastaj kur pashje ti me tek kollofit me hëngre kërnas nga thash. Ky ka gjë se kur ka kamerën përballë i ha më shpejt. Është e bukur. E kam personale. Është e bukur. Ka gjë se kishin personale. Okej, pra për klikimet e mbyllëm. E mbyllëm me klikime. Okej, me qoftë. Po. Ndalemi dhe vazhdojmë të rrim te kanali në YouTube. Po. Kur kemi artist, këngëtar, futemi në YouTube dhe lexojmë komentet nëpër këngë. Okej. Dhe zgjedhim një koment për ta trajtuar si pyetje. Si të doni. Në rasti konkret, kemi futur te kënga e bukur. Okej. Dhe është një koment aty, është çuditshme, ka marr 543 like vetëm komenti. Ai s'marr un foto apo. Lubiana.h e ka akauntin. Okej. Dhe thot: sa keq që shpesh humbasin talentet veç për pak mbështetje. Sa qëndron kjo te këtij klajt? A mendon se mungesa e mbështetjes ka frenuar disin karrierë? Sigurisht. Mungesa e një mbështetje, mungesa e një Big Brotheri, mungesa e një mediaje, mungesa e paras, mungesa e bashkëpunëtorëve, e miqve, prandaj mbaj gjithmonë miqtë e vjetër, i përfshin në çdo projekt dhe të ri qofshin. Unë nuk jam nga ata që them faleminderit për suksesin, jo, mua vetes time asnjëherë. Unë i vetëm jam i vdekur, i mbaruar. Se ka shumë artistë janë shumë egoistë, po ja dedikoj vetes, kam punuar fort, jam lodhur fort, Vetali vet ka di. Jo vetëm në muzikë, po në aktrim, në regji, kudo, i vetëm nuk e del dot kurrë, asnjëherë. Dhe unë ndaj suksesin, dhimbjen dhe gjithçka tjetër me gjithë bashkëpunëtorët e mi. Kam pasur fatin që më kanë përkrahur mbas Bigut. Po, shumë producent, njëri prej tyre është Irken Syka. Pikërisht me këngën e bukur, cilën e falenderoj pafund, ja para mbështetja. Sepse unë mora gjithë meritën e këngës unë jam interpret, domethënë. Po. Teksti, muzika është bërë nga Irkenci, nga Angela, nga Petro, nga çunat e Unixi, domethënë. Është produksioni i Unixit, unë jam vetëm interpret në atë këngë. Po, edhe ti kishe zërin melodioze, do të thonë. Ishte ishte një shpërthim Klajdi. Okej, po pa ata unë s'mund bëja dot asgjë. Pa Bernardin unë s'mund ta këndoja dot asaj. Bukur. Domethënë është e pamundur, pavarësisht. Dhe ne pa reklama, ti e di si funksionon gjëja. Si funksionon? Po ja, pa reklama për shkak çan. Ta xheri me zarfzi edhe ne. Edhe ju prapë. O xhipa! Kujdes mikrofonin. Kujdes fare mikrofonin. Jo mikrofoni, po ti pse si thuk ti hoqi 5. Okej. Musto. Ikim reklama dhe pastaj rikthehemi sërish me Klajdi Musabelliun. Pa qofte, kësa radhe, s'kemi qofte. Gele dhe capo të barëm intervjiste. Mos kim S'ta morën e panini, më në I madh. Je i madh. O Klaj, urdhon. Sa dorë të dha Bigu për muzikën pasi dole? Se ti le të themi ishe këngëtar i afirmuar, pra me shumë vite në karrierë. Po i plurosur, i harruar. Mund ta themi këtë? Po unë e thash vetë. Domethënë ju më thoni çfarë doni, jemi demokraci domethënë. Unë nuk ndaloj askënd as të flas, as të shkruaj komente, as të shaj. Përkundrazi unë i lë njerëzit të shprehen edhe që kështu. Megjithatë që mund thonim shumë se kaq. Megjithatë unë dhe Angelo edhe para se të hyje në Big e kemi dëgjuar muzikën tënde. Jo, okay, po që unë kam bërë. Ti thua që nuk e bër këngë. Unë bëj një apo dy këngë dhe i kanë në Itali domethënë, nuk është e rëndësi maksimale. Edhe pse për mua ishte rëndësi maksimale sepse në atë formë kam dashur gjithmonë ta bëj gjën, po më ka munguar vëmendja. Pra rikthehemi tek pyetja. Sigurisht që Bigu më ka ndihmuar shumë, sepse më risolli në vëmendjen e gjithë publikut shqiptar, jo vetëm në Shqipëri, gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë e banonin. Më riktheu një vëmendje që e kisha të nevojshme. Më kishte munguar prej kohësh, më falni se kujdes celularit. Kujdes celularit. Po drit. Bigu është një eksperiencë që unë e këshilloj që të gjithëve. Jo vetëm të pluhurosurve të harruarve, po edhe atyre që janë në maksimumin e karrierës, sepse vetëm keq nuk të bën ai program. Vetëm pis nuk të bën. Po. Varet pastaj si e luan, si funksionon ti Klajdi i more gjitha pritshmëritë për cilat hyre në fund pasi dole. Jo, sepse nuk prisja të dilja aq shpejt, nuk dhash shumë nga vetja, edhe pse hëngra shumë, po nuk hëngra mirë, Mashallah. Duhet të thënë kështu, sa kile shtove? Mashallah, ishte hyra 54 dola 154.
Një kujtal tha. Fiks. Po shaka, po nuk e dia mund ta them, por realisht mami më thoshte gjithkohë se e kam thënë më dhe mbi. O bythar. Si ishte bythar? Po ishte i thar, domethënë fare, ishte bidot. I bythar. Më falni, ë. Okej. Kledi po një kujdes mikrofon. Ama po një gjë tjetër shumë e bukur, po tani ke parasysh zgjohesh një mëngjes edhe sheh që kryeministri ka hedhur le të themi këtë rrugën e re Shëngjinve Lipoj, e hodhi në story. Një story ishte veriu tamam, dhe aty është kënga jote. Ishte gjë e bukur. Edhe pse nuk kam ndonjë marrëdhënie shumë. A theja hodha jetës bëhem ndaj ministër tani direkt. Jo, absolutisht, edhe pse s'kam ndonjë marrëdhënie shumë të mirë. Ministri i ushqimit. Po të taku jo. Edhe pse s'kam ndonjë marrëdhënie shumë të mirë me personin fjalë, por okay, ishte një gjë shumë e bukur, ai tregoi që ka shije muzikore. Bravo. Po, edhe okay, më hajde bëra accept në çat bosh. Okej, i bëra accept. Mirë, ja bëra. Edhe kjo e fundit, ja pavarësisht tjerave atyre që unë thash, sigurisht ishte në shërbim të këngës. I dha një dorë të vogël, sadopak të vogël të këngës për promovimin e saj dhe lançimin e saj, sepse ishte lançuar mjaftueshëm nga Top Albana Radio, nga Top Channel, Top World gjithandej, edhe çdo radio tjetër, po dhe kjo i dha si thua i dha një shkëlqim tjetër këngës edhe Kledi, pas daljes Bigut e rritet çmimin e koncerteve? Të drejtën. Pak po. Pak, kujt i thu pak? Po pak. Po thuje pak, sa pak? 100 euro, 200 euro, 500 euro. Nuk është se kam një çmim standard. Ti varet ku tani, shkon. Varet ku shkoj, varet se njo, më nje, edhe në varësi të kësaj gjëje, domethënë, vendos një çmim. Së bashku me Jonin, i cili më menaxhon. Okej. Pra si thush, nuk është se ke një standard. Pyesim për shok, dum ta di. Çfarë ka do bëj sunet ai? Jo, më sunet është bërë që hy po. Mund bëhet prap ku e dim ne. Bëj dy herë. Kledi kujdes telefonin. Bëj silent atë telefonin burr mos e ta bëj. Nuk di ta bëj. Shumë e bukur. Teknologjia ka ikur më përpara, a Kledi? Po, okay, do mësoj. Edhe këtë telefon ja dhan pas Big Brotherit. Ka pas një pa kamer. Hyra me Nokia 3310. Shumë e bukur. Është e bukur si ta ndryshon jeta, Ti do se i shmangësh po jo të na thuash çmimin. Po. Sa i lekë është buka e bardhë apo e zezë? Buka masive. Atë ke falës për das, po ka frangjolla. Bukën në das ma e ke falën. Së bashku me Jonin, me djalin që menaxhon, i cili është shoku im. Unë nuk kam dalë, nuk bëj kështu, domethënë kam nevojë përpara, se çdo njëri tjetër, por nuk është se para është gjithçka për mua. Nuk është se i vras njerëzit, po. Nuk është se u biem qafë për koncerte, qoftë për reklama. Tash në varësi të gjithçkaje, gjykojmë si njerëz njerë, pastaj i hym biznesit. I them gjithmonë njërit ulja këti. E kam këtë dhe atë zihem gjithmonë në Jonin. Ore dim thot mua. Të mamas varja gjuna, këte janë, dhe si jemi në shqiptar. Si ja mund pak të sekretit si janë pjesa më e madhe, po unë kam bërë të reklama pa lek, për shumë, bilem shumë kam bërë pa lek se me lek. Ai mirin në më shkruaj, domethënë, Klajdi lutem, jemi biznes i ri, këte janë dhe, okay. Po, kështu është karremi për gjithë, jemi biznes i ri, po ndërkohë lekët nga mbrapa. Unë kam bërë me gjithë shpirt, nëse më kanë gënjur. O Klajt, kam një pyetje. Kam një pyetje, po do eksperiencë jete. Po. Dy njerëz që dashurohen dhe për dashuri betohen. Vetëm njëri do vërtet. Po. Ose vetëm një është i sinqert, si e ke? Po vetëm njëri do vërtet është në parë, e në dytë është vetëm një është i sinqert. Tani, dhe është e vërtetë. Është e vërtetë kjo gjëja? Unë nuk e kam kuptuar më parë që ne jetojmë në një botë vërtet shumë hipokrite dhe gënjeshtare, i qeshim njëri tjetrit, e dua mosh shpirt, o yll, o ditë sa vdekson për ty. Po. E kështu gjonash. Mendon njësoj akoma? Mendoj më keq akoma. Më keq, sepse aso kohë nuk shifsha se isha çik më i vogël, nuk kisha eksperjenca. Më i pafajshëm. Unë prap, edhe tani që shoh prap nuk shoh, por nuk shoh se nuk dua të shoh, por realisht i rrethoj nga gënjeshtar, nga hipokrit, nga interesa xhinj, që bëjnë sikur na duan, na shprehin dashurinë universale dhe ndërkohë Brylin. Qoftja pas shpinës. Qoftën pas shpinës. E bukur kjo. Ta rras me qoftë. Kur e ha kështu pa e kuptuar, është interesante. O Kledi, po tani ti je në një lidhje aktualisht? Në këto momente. Momentalisht. Jo, momentalisht jo. Në këto momente nuk jam. Është më e vështirë kur kalojnë vite që ti djesh këtë personin e zemrës? Unë në çdo person që që shoh, që takoj që për herë të parë, është gjë e parë që mendoj, sigurisht është mendoj që mund të jetë kjo
vajza, nëna. Pra shumë mirë që e cilësove vajza nëna se the çdo person që shoh po shihje Juli, thash Allah. Jo. Okej, Bigun e ke provu, mos do të provosh dhe përputhen për gjet partner. Çfarë do thoj? Se qoftën e hëngri ai po. Nuk besoj që përputhe. Kur mos thuaj kur, ha? Po, ku i diet? Se aty ka vajza të mrekullueshme, të mira, të lara, të Futesh dhe herë dik për herë dytë. Kur mos thuaj kur, por që do doja ta gjej kështu, ja. Duke ikën këmbë për shkakun ke bulevardit të Dëshmorët e Kombit apo ku diun. Nga ata që protestojnë. Protesta, nëse i bikni. Ja, bie. Klajdi, suksesi sot sipas teje është më shumë çështje talenti apo marketing i mirë? Marketing i mirë. Po ti si je me marketingun? 0. Po pse nuk i bën marketing apo thu un kam talentin? Po sepse unë nuk i kam bërë. Në fakt, do ta bëj unë atë. Je i vetmi që përdor gjysmë i thyer është Messenger akoma o burr. I përdor i vetmi që bën foton e vet. Jo, mbahet familjes, por restartova telefonin, nuk ngeli asnjë, nuk ktheu Google gjëja mbrapa. Okej. Google gjëja. Okej. Por kemi dhe disa pyetje tjetër, do ta mbajmë akoma. Ishim te marketingu, sepse do ta mbajmë. Po kemi reklamë. Qoftë edhe marketingu. Qoftë marketingu. Kemi dhe ne tani te marketingu. Ikim reklama, rikthehemi sërish vetëm pas pak. Vazhdoni qëndroni këtu me ne. Jemi rikthyer dhe para se të dalim te loja e fuqishme ishim duke folur për marketingu, talent apo marketing, thua marketing në ditët e sotme. Marketing. Po pse marketing dhe jo talent? Po e ka treguar koha atë, është një fakt që është i pamohshëm si fakt. Sot mjafton të kesh marketing të fortë edhe. Okej. Dhe ja talent fare në asnjë lloj fushë, je njëshje figurë, je VIP. Okej, je VIP. Po kur shkon atje dhe thon o vlla, si e ke emrin ti? Je VIP? Ku thon ku? Ku shkon ky VIP atje? E kuptova. Po mirë, do dalin në një që s'ka televizor ke shtëpi apo çfarë gjësh. Okej. Tani po e mbrojmë çik, po patjetër. Ka ndodhur të kesh shkuar në ndonjë vend dhe të mos njohin kush je si kush je? Po. Çai ke thënë, jam Benteni. Jam djerë pa keq. Ka menduar këto qofte t'ia fusë kështu balltin. Bukur, mos na i nxirr nga kuadri ato qoftet, futi çik më sepse kemi një lojë tani. Po. DJ Kedo. Sa vash do kushtuan e mora vesh. Po. DJ Kedo si jemi gati. gati. Këto kufje që duken. Okej, po duken. Okej, Klajdi, bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje. Ku ti duhet të përgjigjesh me tek fjalë. Nëse thua 2 ose më shumë, ne rikthehemi te pyetja e parë dhe pas çdo pyetje ti do fusesh mos i ha të gjitha. Na lër dhe ne, mundohu që të kursesh. Çdo 5 pyetje. Domethënë një pyetje, një qofte, një fjalë. Do ha dhe qoftën pastaj do them përgjigjen? Po ti thuj përgjigje pastaj ha qoftën. Shijoj qoftën, okej. Ma mos bëj gjë për darkë sot. E kurseu ja doli edhe sot. Loja fillon tani. Je gati? Gati. Okej, gjëja e fundit që hëngre. Qofte. Wow. Të gjitha? Një fjalë, ashtu. Një fjalë, mos fol më shumë. Po. Jepi Juli. Godite. Okej. Çfarë do tani? Jepi Juli. Pa më shir Juli. Hera e fundit që bëre sherr. Se më është fjali. Edhe qofte tjetër. Jo. Qofte ti ka pas pyetje. Ne vëmë për qofte, jo. Jo, mos ja të gjitha na Ne do ta bëjmë në çdo 5 pyetje, se na bi shumë gjatë, çu s'kemi kohë. Më jepni kohë ta qoftën. Po pra. Merrni telefon ato shtëpi telefonera. Pas çdo pyetje do arsh një qofte, më jeni çfarë vdek. Vdiq të hongër qofte. S'ka të hongër qofte. Klajdi gjë e fundit. Qoftja e fundit. Klajdi gjë e fundit që hëngre. Qofte. Hera e fundit që bëre sherr. Një fjalë. Nxirre çkretër, po jo qofte. Dje, okej, bukur shumë. I ka fshon thonjtë qofteve. Jo. Je kokfort, nëse po, mund ta kpusësh një qofte në kokë? Direkt. Jepi, opa, bukur shumë. Klajdi, i ke lënë ndonjëherë punë të tjerë për të marrë me punët e tua. Po. Bukur shumë. Okej, të pëlqejnë komshinë e tu, të pëlqejnë? Me raste, okej. Klajdi, ke ndërmend të bëhesh tap sot të desh, të bëhesh lonzë? Jo. Okej. Digje shumë në verë, nëse po, a lyhesh me kos? Klajdi, përveç qoftes, kosi hahet apo pijet? Pijet. Okej. A je i lumtur, Klajt? Klajdi, gëlldushi qofte në gojë tani direkte? Se ka lumë 10.
Po I kam treti, po I kam. Profesional nga Si vllai qoftë me tek. Na çuditi. Klajdi. Jam profesionist po të punë. Big Brother. Klajdi, para dashuria apo qofte? Dashuri. Po. Se kam 2000 lekë në xhep, qoftë lekë I kam. Sa për I teke ka 2 lekë. Okej. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit, Klajdi? Ke shumë kohë. E ka pas mendjen me hongër. Okej, të pëlqen ushqimi. Mos fol. Të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta haj një shapik që prodhon qofte? Nuk më pëlqen fare ushqimi kinez. Rikthehemi ka fillim. Riktheja se kam I bidon ujë në çantë ja Jo, realisht nuk pëlqen, me që hënga ta tamam tani. Haje, Nuk pëlqen fare kinez. Jo, Të pëlqen kinezi? Fare. Po pse s'pëlqen? Është vetëm ushqim që Nuk pëlqen ushqimi kinez. Okej. Gjëja e fundit që do doje ta haje, Klajdi. peshk. Okej. Hera e fundit që bëre sherr, Klajdi. Dje. I kafshon thonë Klajdi. Jo. Je kokfort nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të që është plot me qofte? Bam, hopa, bekov qoftja. Okej, të pëlqejnë komshinë tu? Me raste. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonzë? Jo. Okej. Dije shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Jo. Kos hahet apo pijet? Pijet. I bukur apo I zgjuar je ti, Klajdi? Ai bu. Bravo Juli, ja hoqi rekam, bravo. I marr. Okej, mund të pish. Po të kërtisha të letrën për Okej, mos e brim mendjen. Ku e lame, ku na bëni? Jemi te pyetja e 9. A je I lumtur Klajt? Para apo dashuri, Klajdi? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e parë, se të fundit e morën vesh? Akoma më larg, okej. Okej, vazhdojmë. Më mirë të thotë zemër shpirt apo Qoftja ime. Qoftja ime. Qoftja ime janë dy fjalë. Po ti pse bie në gras? si e ha qofte direkta. Si ha qofte, se s'e kam parë si ha qofte. Të dha për ty? Faleminderit. Ti Edhe bëf një për mirë. mua. Po lëmë edhe ke do sinjal. Okej. Është fiks nga ato sa të bjerë varë. Okej, mos haro Klajdi, vetëm një fjalë. Gjëja e fundit që do doje të haje. O mama, mos bëjmë një gjë për nesër. Mos bëjmë gjë për nesër. Nuk e di si po shko ky emision. Është shumë bukur, është qofte. Po ç'bukur nena, po na këndon zorra. Ai hanë shohim. Jo, janë për ty. Jo, unë nuk dua, faleminderit. O jeni futet e ti. Jo, bëj. Ama hajnë Jo, jam të fudej, salçiçe tu I dubot holla. Klajdi, mos harro, një pyetje, gjëja e fundit që hëngra. Shpejt. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. I kafshon gishtat e këmbës. Jo. Je kokfort nëse po mund ta thyesh një pjatë në të? Jo qofte pjatë. Aha, okej. I ke lënë ndonjëherë punët e tjera për të marrë me punët e tua, Klajdi. A të pëlqejnë komshit e tu? Klajdi, ke ndërmend të hash qofte sot? Po thuaj në fjalë për bie se ke pasirma. Po. Je diçë shumë në verë nëse po, a lyesh me kos? Jo. I bukur apo I zgjuar je ti, Klajdi? A je I lumtur? Para dashuria apo pound, Klajdi? Dashuri. Prap dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? Puthja e fundit? Të pëlqen ushqimi kinez apo po do ta haj një zhapik? Jo. Okej. Më mirë të thotë zemër apo shpirt? Shpirt. A shan kur shel lajmet, Klajdi? Po. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Mos harro, vetëm një përgjigje. Bravo. I bie ndonjëherë qylit, Klajdi, shkosh tikësh, të futesh në një emision tash qoftë edhe tikësh. Ja. Okej. Të kanë kapur ndonjëherë matematikët e ke thënë e kam thjesht shoqe? Po. Shumë e bukur. Hera e fundit që them fal, Klajdi. Dje. Hera e fundit që gënjeve. Çfarë? Tani haje shoftën. Thash se ta kthej nga fillimi, thash Allah çapo ndodh. Kini mëshirë. Okej. Klajdi, je lënduar ndonjëherë nga dashuria se këngë ti bën shumë të bukura. Nëse do të transformohesh në një kafsh, çfarë kafshe do zgjidhje të ishe Klajdi? Kush është ajo kafsha që hap më shumë qofte? Dashi. Okej, më mirë të duash apo të duan, Klajdi? Të duan. Okej, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër. Me qoften. Me Bertin. Okej, bravo Berti. Ke qesh ndonjëherë në varrim, Klajdi? Po. Okej. Do na e thuash çfarë bën kur s'ke çfarë bën? Klajdi,
shkruaj humbur. S'kemi më kohë. Oh, vlla, ashtu na prit nga ana tjetër. Okej. Klajdi, nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do doje të shkoje? Lipari. Ku? Lipari. Lipari. Okej, qytet, thosë Lipari, thosë. Okej. Çfarë bëhet atje apo? Gatuhet qop piqe. Ja mua i qen. Okej, në rregull. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Tu mund thua emër mbi emër Elvana Gjatën. Elvana Gjatën. Pse është Elvana Gjata? Paguan ajo gjithmonë prandaj. Kur ka qenë hera fund që ke takuar Elvana Gjatën? Ke Arbra Edari, ishte ajo 10 dhjetori i fundadës së ndryshe. Okej. Ska pak Po, e mbaj mend. Ska pak vite. Klajt, ja dole me sukses. Vitet e kaluara që. Ja dole me sukses, haje gjysmën e atitasit me qofte. Tash jo, këto do marr me vete, jam Jo, në të lagjes. do t'i marrësh, patjetër që po. Ne për ty i morëm. Ja dole me i çik sforco që t'ja dili edhe lojës. Kam hëngër paçë sot më jam zhdëp. O, edhe Ta dies kisha hëngër drek. E po unë edhe të thash. Herë tjetër kem parasysh mos as mjes as drek, kur vi për darkë. Ta dish, po të ftoj top fare je këtu. Ky s'është për intervistë, më ky është për emision gatimi. Ore, mos keni restoranti. I ka bërë me doçka tek Shkëse bëjmë reklam. Hamë story. Hamë story. Po të shoku im këtë do ta bënë ham gjithë me story tha. Se ku po i ka thashën të ikish shtëpi se më ka bë mami pasdiço. Ne ham gjithë me story. Tash ç'është ka ham me story? S'mbajti më na. I bëjmë story atak. Lagja dash lene pastiçon, Po, hamë ti story hëngër intervistë. Me vërtet ka fëmijë Elona apo jo? Dali do të gjem edhe Elona, prit do të gjem Elona. Hajde Elona, se ka qofte. Hajde Elona dhe ti. Elona. Jo, me djetë. Jo. Ja qofte Klajt Musabelliu. Po, do ikim publicitet. Urime për këngën edhe me Elvanën më inshallah. Amini, okej. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi sërish me Elona Duro. Veço. Yes. Momentet të fundit për të ikur, për të ardhur me limon sot me. Lajmën. Hajde limoni. Si është atë zemër me limon tha. Qa era qofte këtu? Është shumë e mirë, po Kush ishte këtu? Mos ishte që Klajdi më sa. I vetmi ku po bëte qofte aty ç'ka mendja. Ja, çfarë kemi në Big Brother Radio? Nëse deri tani Angelo Larunin e keni parë në intervista në Fan Club, në ftesë në pesë, ku diun, un kam gjithë familjen Larunis. Ka gjithë familjen? Gjithë? Po s'dua t'i zbuloj gjitha se dhe Angelo nuk është se i di gjithë. Okej, si di akoma, bukur. Po, është Angelo dhe Dario, vllai i tij do ta bashkohen në studio të dy, edhe një surprizë të vogël që kam menduar që t'i bëjmë, që mos ja thoj njeriu. Nuk e çon njeriu vetëm. Është Angelo sot, ka lënë shtëpinë shtunën, do ndajmë ndjesitë, eksperiencën edhe gjithë rrugtimin e tij. Kështu që dy Angelo në një vend nuk bëjnë, ne po ikim dy Angelo tjetër. Po do zhdukemi nga syt këmbë. Juli thuaj ato fjalë të bukura. Ne do të dëgjojmë sërish të hënën e ardhshme. Deri atëherë qëndroni me Elona Duron se energjia nuk mungon. Deri atëherë nga sot deri të hënën. Dërgoj ne ju përqafojmë, ju puthim shumë dhe shijojeni këtë fillim jave.